Kemi dhe një lloj blefarospazme tjetër, e cila është pak më e rrallë, por që kjo shkaktohet kryesisht tek ata pacientë që kanë problematika të tipit si Parkinsoni ose sëmundje të tjera të sistemit nervor, periferik ose qendror, ose disa blefarospazma që janë të induktuara nga përdorimi i disa lloj ilaçeve dhe këto kryesisht neurologjike, por këto janë raste shumë më të rralla dhe këto pacientë patjetër që pasi u merret anamneza dhe pasi mësohet shkaku kryesor ose mundësia probabiliteti se nga vjen blefarospazma, pasi ndaj kësaj blefarospazme, e mjeku okulist është e tillë që neve i delegojmë pacientët e tillë tek neurologu ose tek mjeku përkatës për atë lloj patologjie që pacienti ka. Prandaj është tepër e rëndësishme që kur një individ ose kur një pacient ose kur një individ që ka një problem dhe vetet e mjeku, shumë e rëndësishme detajet në lidhje me anamnezën i themi ne, ose detajet me sëmundjet e mëparshme që ka kaluar ose me ilaçet e mundshme që përdor, sepse çdo ilaç ose çdo detaj në lidhje me historitë e vjetra, problematikat mjekësore që ka pasur ky individ janë shumë të rëndësishme për të zbuluar shkakun e vërtetë të atij problemi që mund të ketë personi, pacienti ose individi në ato momente.